Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë ngjarjet dhe lajmet më të fundit. Dua tashmë të flas për Egli Tako dhe Heidi Bacin. Duke që dy vajzat kanë gjetur shumë qetësi shpirtërore të tyre, kanë gjetur shumë energji pozitive, kanë gjetur shumë kënaqësi dhe në fakt po jetojnë këtë momentin dhe po e shijojnë këtë momentin. Janë bërë dy shoqe shumë të mira. Së fundmi, Egli dhe Heidi kanë përzgjedhur që të kalojnë çaste të bukura mes njëra tjetrën, kanë përzgjedhur që të kalojnë momente të bukura me njëra tjetrën dhe ta shijojnë pak të diellin e ngrohtë të Bregdetit shqiptar. Të dy gocat kanë qenë shumë pozitive dhe me publikun kanë ndarë momente ku janë argëtuar dhe kënaqur. Domethënë pjesa e tyre në Top Channel i ka bërë që ato të jenë shumë mike dhe të afrohen shumë me njëra tjetrën. Pash një Egli që realisht është shumë pozitive dhe shumë energjike, sepse tashmë po përmbyllën një edicion tepër të suksesshëm të saj që ka qenë jashtëzakonisht e lumtur, jashtëzakonisht e fuqishme në këtë edicion dhe kam parë një Heidi e cila domethënë diti të dhuroj energji të mirë, diti të dhuroj pozitivitet të mirë në rrugtimin e saj mediatik. Që të dy vajzat e ruajnë jashtëzakonisht shumë privatësinë e tyre, edhe pse në fakt njerëzit të cilët urrejnë personazhin e Eglit, urrejnë suksesin e Eglit, u munduan pafund që të nxjerrin lloj termi dhe lloj fjale për të, domethënë që të shpifin për të, të krijojnë një lloj gënjeshtre të madhe për të, ashtu edhe për Eglin, për Heidin, falni, u munduan që të ulin dinjitetin e saj. Të dy gocat kanë vendosur që t'i fokusohen më së shumti se kur karrierës. Kanë vendosur që t'i fokusohen më së shumti se kur artit, domethënë të jenë të kyçura në artin e tyre, të mos krijojnë debate të forta, të mos krijojnë lajme budallalliqe, domethënë të fokusohen tek puna. Dhe realisht kanë krijuar një sezon goxha të suksesshëm dhe goxha fantastik për të gjithë publikun që i do dhe i admiron. Të gjithë presin se çfarë do të ndodhë me të dy vajzat, nuk do të ndodhë asgjë. Egli ka vendosur që këtë 3 mujorin në vazhdim t'ia kushtoj vetes së saj, t'ia kushtoj shpirtërisht natyrës së saj, ndërsa gjithashtu edhe Heidi po e bën të njëjtën gjë, domethënë është fokusuar tek pjesa e profesionit. Tani, çfarë përmbajnë zemrat e vajzave brenda, këtë gjë nuk arrim dot ta themi, sepse për asnjërin nuk ka akoma asnjë lajm që kanë vazhduar diçka apo kanë krijuar diçka, rëndësi ka që janë fokusuar shumë tek profesioni i tyre.